Kryeministrit Edi Rama nuk i është rezervuar një pritje e këndshme në Universitetin e Shkodrës, ku ai ka vazhduar me leksionet e tij, duke ndalur edhe tek reforma në arsim, por edhe tek ajo në drejtësi. Vizita e kryeministrit Rama shoqëruar me protesta nga të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Me pankarta në duar, të rinjtë kanë kërkuar kryeministrit Rama të japë dorëheqjen dhe të formohet qeveri teknike. Nga ana tjetër, shefi i qeverisë i ka përshëndetur protestuesit me dy gishta. Kjo gjë ka irrituar protestuesit, të cilët janë shtyrë me forcat e rendit. Këto të fundit nuk kanë lejuar të rinj të qëndrojnë në rrugën kryesore. Të rinjtë e Partisë Demokratike kanë cilësuar Ramën kryeministër frigacak. Siç e pat vetë është një kryeministër frigacak, sepse nuk pranoi me kalu para nesh, i ra rrumullak. Besoj se unazën e Shkodrës mori për me hi deri te universitetit. Ne absolutisht jena të vendosur. Nuk besoj se Shkodra është e Edi Ramës, Shkodra është e rinisë shkodrane, Shkodra është e shkodranëve. Ne nuk deshme me bë asnjë lloj skandali, thjesht mu afru afër rektoratit. Rektorati është pjesë e shkodranëve, është institucioni i shkodranëve. Më vjen mirë për diçka që ngjarja sot me ndodh pikërisht në këtë çesh Kur'anin edhe dëshmorët e demokracisë. Absolutisht që kena vendosmërinë e tyne dhe ne si ato me një rrugën e tyne si vetëm se t'i bim lirin Shqipërisë. Në prani edhe të forcave të policisë, të rinjtë kanë qëndruar në ambiente të jashtme të këtij universiteti, edhe mbasi kreu i qeverisë ka hyrë brenda për të mbajtur leksionin e hapur. Pavarësisht përplasjes me policinë, deri më tani nuk është shoqëruar asnjë person.